Nisen nga Saranda dhe komunat rreth 200 simpatizantë të Partisë Demokratike për protestën e opozitës në Tiranë. Mësohet se rreth 200 sarandiot udhëtuan drejt Tiranës me 15 autovetura dhe 2 autobus për t'ju bashkuar protestës së opozitës. Ndërkohë që atyre do t'ju bashkohen edhe 42 studentë të cilët vazhdojnë studimet në Tiranë. Burimet e APT News raportojnë se autokolona është ndaluar në 5 postë blloqe të policisë, ku në njërin prej tyre i është nënshtruar një kontroll i të imtësishëm. Ashtu siç ishte paralajmëruar, autobusët për të mbledhur simpatizantët e PD-s u nisën nga gjithë vendi për protestën e Partisë Demokratike. Ndërkohë, mësohet se për të marrë pjesë në këtë protestë, simpatizantët janë paguar edhe me nga 1000 lekë veç transportit falas. Strukturat e Partisë Socialiste në rrethin e Sarandës kanë përfunduar propozimet e emrave të kandidatëve të Partisë Socialiste për zgjedhjet vendore të 21 qershorit. Sugjerimet e dhëna në takimin e zhvilluar në kryeministri 2 ditë më parë, mes kryeministrit Rama dhe deputetëve të qarkut të Vlorës, ka bërë që strukturat të angazhohen për përcaktimin e emrave më bindës për zgjedhjet vendore. Saranda do të jetë një bashki në të cilën Rama ka deklaruar se do të garojë një kandidat socialist, fakti i cili ka nxitur strukturat e Partisë Socialiste në këtë qytet për të përzgjedhur mes propozimeve të ardhura nga baza. Kryetari aktual i Bashkisë së Sarandës, Stefan Qipa, shihet si kandidati kryesor të cilin e Majta do të mbështesë në këtë qytet. Emri Stefan Qipës ka mbështetjen e strukturave të cilat e shohin atë si një figurë të pakonsumuar, duke vlerësuar punën e bërë në mandatin e parë. Ndërkohë një tjetër emër i cili përflitet nga strukturat e Partisë Socialiste për kandidimin në zgjedhjet vendore është ai Sheme Lulos. Lulo renditet në listë më njëherë pas deputetes Mira Shehu, ligjvënëse së fundit, e cila mori mandatin e deputetes në Kuvendin e Shqipërisë pas lënies së këtij mandati nga ish-deputetja e Partisë Socialiste Luiza Xhuvani. Pjesë e propozimeve për kandidat është edhe emri Floriana Kokës, e cila në zgjedhjet e vitit 2009 u rendite treta në listën shumë emërore për qarkun e Vlorës, në siglën e G99. Pavarësisht se nuk u shpall fituese, Koka është angazhuar vazhdimisht me strukturat e Partisë Socialiste, duke qenë një prej kandidateve kryesore për bashkinë e këtij qyteti. Lista me emra e propozuar nga strukturat e Sarandës për kryesinë e Partisë Socialiste ka në konsiderat edhe Ramiz Hysin, i cili njihet si bashkëpunëtor i vjetër i PS-s në qytet. Emrat në fjalë do të kalojnë në filtrat e kryesisë së Partisë Socialiste, duke përcaktuar së bashku me kryeministrin Edi Rama, kandidatin socialist, me të cilin koalicioni i Majt do të kandidojnë në zgjedhjet e 21 qershorit. Ditë më parë, Bashkia Sarandi u miratua financimi i 2 projekteve, ati të asfaltimit të rrugës së 5 në lotin 2 dhe 3, dhe projekti i rekonstruksionit të rrugës së fermerëve në fshatin Metoq, projekte të cilat kapin shifrën 400 milion lek. Në një intervistë të dhënë për APT News, kryetari i Bashkisë së Sarandës Stefan Qipa ka folur mbi investimin i cili do të nisë shpejti. Përshëndetje, atëherë jo vetëm fondi për rrugën e 5 dhe për rrugën e fermerëve, por me aplikimin e tretë nga fondi i zhvillimit të rajoneve, Bashkia e Sarandës, siç e kemi pasqyruar bashkarisht, ka aplikuar me 18 projekte dhe nga këto janë miratuar disa projekte bilet nga fondi i zhvillimit të rajoneve. Nga qeveria shqiptare është parë me përparësi Bashkia e Sarandës si një qytet ose më mirë kryeqytetin e turizmit, ka shumë nevojë për infrastrukturë. Siç e përmendur, është miratuar dhe pritet tashmë është në procedurat e prokurimit të lotit 2 dhe lotit të 3 të rrugës nr. 5, që është një nyje kryesore për qytetin e Sarandës për të rregulluar trafikun, që është vlefta 348 milion lek të reja. Pra kanë filluar tashmë procedurat ligjore të prokurimit dhe do fillojë sa më shpejt nga implementimi. Njëkohësisht është miratuar dhe është në të njëjtin stad dhe fondi për rrugën e fermerëve 52 milion lekësh të reja. Njëkohësisht bashkërisht me këtë, ju keni parë që nga fondi i zhvillimit të rajoneve Saranda ka një ndryshim kohët e fundit, pra ka përfunduar tashmë implementimi i projektit për gjelbërimin pra kurorën e gjelbër të qytetit, që ishte 20 milion lek. Është në përfundim rekonstruksioni i shkollës nëntëvjeçare 6 dhe ka filluar tashmë ka mbaruar procedura prokurimit për kopshin e periferisë të qytetit, por me këtë mbledhje të fondit zhvillimit të rajoneve, veç këtyre 2 projekte janë dhe 2 projekte tjera, pra që janë me impakt për qytetin e Sarandës, siç është fillimi nga puna për ndërtimin e shkollës së re nëntëvjeçare
në lagjen në mënyrë të qytetit Sarandës dhe investimi kryesor që është për 300 milion lekë shtareja, që është ndrimi i tubacionit të furnizimit të deposë ujit në qafën e Gjashës nga vendburimet e Vrionit deri aty, që do minimizoj në maksimum humbjet në rrjet që tashmë janë rreth 78%. Pra do jetë me shumë impakt që do kemi përmirësim të ndjeshëm në furnizimin e ujit gjatë sezonit të verës të qytetit Sarandës. Inxhinier Kristo Kauri, përgjegjës i shërbimit pyjor në Sarandë për Apo News, flet mbi problemet që sjellin bagëtit në kurortin e gjelbër të qytetit. Sipas tij janë rreth 700 krerë të imta dhe rreth 300 lop, të cilat vazhdojnë të kullosin në kurortin e qytetit, edhe pas vendimit të Këshillit Bashkiak për disiplinimin dhe largimin e tyre nga qyteti deri më datën 20 shkurt. Ne në intervistat e para tham që kemi shqetësim se këtu në rrethinat e qytetit janë rreth 700 dele dhe dhi dhe rreth 300 lop. U mor një vendim nga Këshilli Bashkiak deri me datën 20 shkurt që këto më fjalë të disiplinohen dhe ashtu, të zbatohet ligji dhe rregull. Aktualisht këto vazhdojnë i kullosin dhe krijojnë probleme. Vërtet firma caktoi roje, por këtu mbetet shqetësim dhe rrethimi i këtij objekti, të paktën një investim minimal për mbrojtjen fjalë të kurorës nga ana e poshtme, që bakteritë fjalë mos të shkojnë në brendësi të dëmtojnë objektin, siç e kanë dëmtuar një herë. Prandaj unë shtoj problemin që të vlerësohet shqetësim, të investohet dhe të mbrohet me çdo shpinë kjo kurorë. A do të fillojë rrethimi i kurorës? Unë shpresoj se rrethimi do filloj. Është bërë një farë preventivi, është biseduar me Bashkinë e Sarandës, këtu është edhe ndërmjetësuar edhe nga deputeti zonës shqetësim ky problem, dhe me sa shikoj lëvizjet, vetë subjekti që mori përsipër në fjalë pyllëzimin e kurorës, do marri përsipër dhe rrethimin. Me rrethimin do zgjidhen disa probleme. Jo vetëm nga kafshët, por edhe nga njerëzit, se shqetësim kryesor paraqitet në fjalë rreziku i djegjes së këtij objekti në periudhën e thatë të verës. Pra qershor, korrik, gusht dhe shtator. Pra ky rrethim do pengojë edhe njerëzit e pandegjeshin që do shkojnë larg. Dhe me çdo kusht duhet bërë ky rrethim. Faleminderit. Tabelat janë vendosur. Unë ju falenderoj për këtë mundësi që më jepni, është edhe kësoj edhe një herë, duhet të bien kamban. Unë kështu e konceptoj, që të mbrohet me çdo çmim, edhe pisha vogël që e mbjell, po ajo pish 40 vjeçare, 50 vjeçare që është mbjellur e para në vitin 1968. Ta mbrojë këtë kurorë. Ekipi i Butrindit po vazhdon përgatitjet për ndeshjen e radhës. Të shtunën sarandiotët fillojnë fazën e 3 të kampionatit kombëtar të kategorisë së parë kundër ekipit të Shkumbinit. Tekniku Hysi gjatë kësaj jave i kalon pushim disi më të zgjatur futbollistëve, duke u lënë të hënën pushim, ndërsa seancat stërvitore filluan ditën e martë. Grupi i futbollistëve në dispozicion të stafit teknik është i plot dhe nuk ka mungesa, ndërsa kanë kryer stërvitje të diferencuar portieri Haxho, Rapa dhe Myrtaj. Ditën e njëjtë midis futbollistëve të Butrindit u zhvillua edhe një ndeshje kontrolli, ku stafi teknik mori një ide të përgjithshme mbi gjendjen e lojtarëve, si dhe projektoi formacionin titullar që do të përballojë Shkumbinin e Peqinit. Synimi i sarandiotëve në këtë përballje është sigurimi i 3 pikëve, duke pritur që ekipet e para në tabelën e klasifikimit të bëjnë këtë javë një hap fals.